Rreshtet intensive të shiut të ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në qarkun e Lezhës, duke goditur rënd zonat bujqësore dhe duke lënë në ujë sipërfaqe të gjera toke. Situata paraqitet shqetësuese veçanërisht për fermerët, të cilët po përballen me humbje të mëdha në prodhimin bujqësor. Sipas verifikimeve të kryera në terren, dëmet janë përqendruar kryesisht në kulturat e jonxhës dhe grurit, që përbëjnë edhe bazën kryesore të prodhimit bujqësor në këtë zonë. Përmbytjet kanë prekur gjithashtu edhe kultura të tjera, si ullint, lakrat dhe agrumet, duke vështirësuar ndjeshëm situatën ekonomike të fermerëve vendas, ndërkohë strukturat vendore bëjnë me dije se ndikimi në blegtori dhe në banesa ka qenë më i kufizuar, krahasuar me dëmet e rënda të shkaktuara në sektorin bujqësor. Megjithatë, edhe në këtë sektor janë evidentuar problematika që po mbahen në monitorim. Bashkia Lezhë ka reaguar menjëherë duke angazhuar 2 grupe pune për inspektimin dhe evidentimin e dëmeve në terren. Grupet janë shpërndar në zonat më të prekura, konkretisht në Balltre dhe Zadrim, si dhe në njësitë administrative Zejmen dhe Shënkoll, ku situata paraqitet më problematike. Drejtori i bujqësisë në Bashkinë Lezhë, Paulin Gjergji, ka bërë me dije se procesi i vlerësimit të dëmeve ndodhet në fazën përmbyllëse. Ky proces mbështetet si në dokumentacionin e dorëzuar nga fermerët e prekur, ashtu edhe në kontrollet e detajuara të kryera në terren nga specialistët. Sipas tij, aktualisht janë evidentuar rreth 120 hektar tokë të përmbytur vetëm në zonën e Spitës së Zejmenit, ndërsa në total, sipërfaqja e prekur nga përmbytjet arrin në rreth 1700 hektar tokë bujqësore. Procesi i verifikimit përfshin jo vetëm dëmet në bujqësi, por edhe në banesa, blegtori dhe pemtari, për të pasur një panoramë të plotë të situatës. Të dhënat paraprake tregojnë se rreth 60% e sipërfaqes së dëmtuar i përket kulturës së jonxhës, ndërsa 35% grurit. Pjesa e mbetur përfshin kultura të tjera bujqësore, duke konfirmuar një ndikim të gjerë dhe të thellë të përmbytjeve në ekonominë rurale të zonës. Autoritetet vendore njoftojnë se pas përfundimit të raportit final të dëmeve, dosjet përkatëse do të përcillen institucioneve përgjegjëse për vijimin e procedurave ligjore me qëllim mbështetjen dhe kompensimin e fermerëve të prekur. Deri atëherë, fermerët mbeten në pritje, ndërsa pasojat e përmbytjeve rrezikojnë të rëndojnë më tej situatën ekonomike në zonat rurale të Lezhës.